gatuaj me Albanën, mirëmëngjesi, të nisim së bashku atë rutinën pas disa ditëve pushimi edhe këtyre ditëve tona festive me plot njerëz miq këtu në studio, po edhe në shtëpia tona. Si është të nisësh kështu ditën e hënë pas ca ditëve pushim? Po e qep. Po dembelizëm është. Pas ka ikur goja fare. Po ka ikur. Jam urtësuar, s'kam që të bëj. Të them të drejtëm. I kam shijuar në maksimum. Do thua ashtu ku, në shtëpi o në shtëpi. Po kisha nevojë vërtet që ti shijoja. Do thonë ju çka ke bërë, atë divanin e kam bërë grof, shkurt e sapi. Dhe të gjithë një ngjëtëm grof. Por më e fuqishme me receta të reja, viti i ri receta të reja është. Do thoni ju çfarë të kash reja. Po të reja. Po edhe kemi ngrënë shumë, ne kemi tepruar me ushqim, kështu që ca gjëra të thjeshta të lehta tani, këtë gjithë janarin. Të shlyejmë ato ditët. E ke mbajtur veten? Çuditërisht, ç'ne? Po, e kam mbajtur veten. Ky Nepsi, Albana. Ka mbaruar. Po. Me të drejtën nuk e kam mbajtur dot fare. Kam ngrënë shumë këtë vit. Po ne kur nisëm baklavan me Niki këtu. Po edhe sa të tjera. Bravo. Që kështu jemi në parametrat e të Avash do t'i heqim dhe ato kilet që morëm. Do t'i heqim patjetër. Qofshin. Sot do ju marr pak më me të mirë, pastaj nesër më fuqishëm me detoksin. Por janë ushqime që janë ushqime të lehta. Çfarë kemi? Kemi peshkun se bër tar. Ja, pra kemi këto sardelet sot. Sardele dhe e dim shumë mirë që sardelja është i fuqishëm në përmbajtjen me omega 3. Fosfor. Dhe më pak i ngarkuar nga mikroplastikat, se sa peshqit e tjerë të mëdhenj. Te kemi thënë shpesher. O ballukë prerë, kam. Ti shikojmë produktet. Jo vetëm sardele, pra peshk i vogël që mund të jetë. Kam të lloj peshku, kam pomodor, të kisha në frigorifer faktikisht, nuk shkova mora. Jam dhe ekonomiqare, pra nuk mora domate të mëdha sepse i kam. Përse? Sepse japin një shije ekstra të veçantë peshkut. Kam rigonin, kripën, piperin, trumzën, salcën, dembele, për tonë sot. Hudrat të gjitha dhe një qep që e kam vendosur këtu me ujë dhe me krip. I thash të gjitha më në fund. Që të zbutet. Ajo ka sjell kaq aromë, duhet të zbutet mirë, ajo të tretet si pra që të kemi atë rezultatin e duhur, ne vendosim pak ujë tek qepa. Qepën unë nuk e gri me thik, në përgjithësi e kaloj në blender, në mënyra të ndryshme, dhe çfarë dua unë të gatuaj, për shembull, çamleku nuk e kaloj, po e pres të thik. Tu do të shtoj pak skrip, dhe, edhe pak piper. Sërish e lë deri në djersitjen e qepës. Tjetër t'i bëj një përmbledhje, unë e kam nisur me një kafe, me thënë drejtën, një lavaca. Me hile, s'ka. Na ka hyrë viti me këmbë të mbar. Por, nga i natë jote dhe unë sheqer shtrova vetëm të tavolina ime. I bërë këto besit 12 po krashegët mes natës, 2 herë të hapura, qa bërë nga mezi natës? 12 me këto, jo, 12 unë jam bosit 12 muajve për vetën time. Atëherë çfarë bëj? Lash derën hapur. Në mëngjes e lash derën hapur. Fëmijët vegjël nuk kam, po çfarë bëra? Bra dhe një hile. Dola vetë dhe hyra vetë. Dola vetë në datën 1 në mëngjes. Dola vetë. Po ti thoje të kisha dërguar dikë. Kanel. Po. Kanel, sikurse dhe për të gjithë beqarët, për të gjithë beqarët duhet kishë bën kanel. Tjetër kjo. Nuk e kam bërë. U vura kanel në shtëpi, po, edhe vetën e mbajta me kanel. Ka dalë vetë, deri ku shkove, deri te rruga, po dole jashtë fare. Deri te shkave hyre vetë, që kishte hyrje. Jo nga hyrje. Baqa, nga dera kryesore. Pra këto të treja i bëra. E nisa në mëngjes me një lugë mjaltë, që goja ime të jetë e ëmbël, të jetë pa pengesa. Ja, shikone, hyra thama, myra në rutinën time tani. Tjetër gjë? Unë s'kam bërë asnjë nga këto fare, më erdhi natyrshëm, siç. Jo, unë këto i bëra. Unë zgjova në orën 1 të nesërmen.
Jo, unë i bëra këto. As nuk hyra, as nuk dola. Që ju të keni, atë mbarë si të thoni ju, kush do i bë, kush do nuk i bën. Pa tjetër që merë në një vend të vogël, në një qese të vogël nga këto copa që janë që vendosin bijuterit, shtoni 3 dafin, shtoni oriz, një kanel, vendosni qindarka të vogla dhe lërini për gjatë gjithë vitit që kjo të sjell mbarësi. Gjyshja ime i bënte, por nuk i vende këtu, i vendosën në një kavanoz. Shtonte orizin, nuk shtonte kanelën atëherë, se... Janë rituale që si pas zonave janë të ndryshme dhe prajtë sa kosa i besoni njerëzit, ndjeshin mirë me vetën e tyre. Edhe nuk e di diçka sheqere, nuk e mbaj mend mirë këtë, e mbyll të kavanozën dhe e mbante brenda tek të kushimet. Tani kanë ndryshuar gjërat, pra dhe unë... Kënë ndjekur atë ritual. Vazhdojmë të gatuajmë sardelet tona, ndërkohë që ne bëmë këtë bisedë, Qepa ka përfunduar shtoj dhe pakës ujë këtu unë edhe vazhdojmë Androniki me... Dhe receta e shkruar do t'ishte e tillë, është gati besoj, sardele me domate në furrë. Le t'i shohim pak produkte të përmbledhura, ka sardelet vogla. Pra, sardelet vogla janë gjithmonë 500 gram të tilla, një qep mesatare, 2 thelpinj hudhër, një lugë salcë domatesh të koncentruar nga ajo trasha. 4-5 lugë me ujë, një lugë me rigon të thatë ose të njom, si ta gjeni ju, disa degë trumze. Trumza duhet jetë e freskët, majdanoz, domatet në feta, vaj ulliri, krip, piper i zi. Domatet në feta ose nëse keni pomodor, mund t'i përdorni pomodorët, domate qershi ndryshe, të prera në mes. Nisim pak më lehtë, ka njerëz që kanë filluar tani jo suprat, jo sallatat, ushqime pak më të lehta, për t'i dhënë kohë trupit të rikuperohet nëse është ngarkuar gjatë këtyre ditëve. Të tilla. Me që ne kemi gjithmonë me gatimin, me dorën e gjyshes, gjyshja ime thoshe dikur. Dhe nuk flasë vetëm për gjyshen time, më këtu du t'ma kuptonin. Gatimin e ndjeni me vesh. Pra, zhurma... Du të përdoren të gjitha shisat kur gatuar. Kupton që është gati që unë duhet të shtoj salcën. Ushqimin, kur ju shikoni njerëzit që kanë boshatisur pjatat, do thot që është pëlqyer. Ose kanë qenë të rritur. Pra, nuk e di, më kalon, në çdo fjalë më kalon me dikur. Pra, dikur, me copën e bukës ne fshinim pjatat. Ishte për 2 arsye. Për arsyen e parë, që fëmijat nuk duhet të liheshin, sepse nuk ishte mirë. Dhe për arsyen higjienike që nuk zihej lavamani. Por, kur të shijonte shumë, patjetër që atë çapën e bukës, e merte tjetra, do më kërkoje, jo vetëm një çapë buke kërkoje, pastaj, pra kjo është ushqimin, gatimin e ndjen me vesh, nëse ka arritur qëllimin tënd e shikon tek njerëzit, kuptohet lumturia e të ngrënit. Dhe më thënë, aroma, një që ndikon, kur qepa skuqet, zhurma, pra unë ndjen me zhurmë dhe nuhatje. Pra nuk ka nevojë. Po një sekundë, në qofse të pas ati fillon të gatuash 20 edhe 50 vjeç, s'ke për ti pasur të shqisa, ne flasit që tani brezi ri gatuan. Ti ke gocën që të gatuan? Edhe gatuan shumë mirë, dhe bravo jo thea. Dembela këto, brezi të rive. Po. I duan gjërat më gati. Ja, pra shiko, bëra këtë shtratin që do vendos sardelet. Pra ndaj, edhe po flasë sepse më duhet gatimi, koha e gatimit kaq. Do thoni ju të kishe marrë malli për të folur, pas ka pas marrë malli për të folur, e kuptoj. Do kesh kohë gjithë vitin t'ju drejtohesh zonjave dhe po ashtu dhe të na flasin. Sot kemi minutar sot apo i kemi recetat të shkurtra? Të shkurtra janë. Shkurtra, sot. Kështu që në pjesën tjetër le të urohemi me
zonjat që na ndjekin, me anvisat, me shikuesit tanë. Ndërkohë lëm dhe pak minuta, të tretet mirë edhe qepa. Po, marinojmë pomodorët, edhe qepa tretet më mirë, edhe salca po ashtu piqet tretet zien aty më mirë. Vjojmë tani me recetën, kjo ishte për një pushim, sa t'i linim kohë pak qepës, salcës së koncentruar, tani po shtojmë edhe hudhrën, krip, piper i zi. Nga ana tjetër kemi marinuar pomodorët, pak vaj, krip edhe piper. Meri këtu afër? Opa. S'ka problem. Pra, këtë du t'jetë shtrati, ja se në ra pak luga aty brënda, nuk ka probleme, vendosim këtu. Lëre këtu. Opa. Këtë t'jetë shtrati, ku do të vendosim pastaj sardelet. Mos duhet pak ujë aty? Jo, nuk bësoj ujë, e bëj shumë të ujë. Shpeftushëm lëngshme. Tani i vendosim njëra pas tjetrës. Nuk ka rëndësi. Se qysh teksi, ja. Po duam, disa i kemi me koka, disa... Ka që dhe i duam të tilla, dhe unë kam zgjedhur t'i kem të ndryshme. Pra, i vendosim të gjitha sipër. Këtu tani do mbulohen me domate që mos thahen, se janë shumë të vogla. Ose po të duam, i vendosim një letër. Nga aroma duken shumë të mira. Fresta, plus edhe ajo salca poshtë, trumza që do t'i japi një aromë të veçantë. Filloj dhe plotësoj tani vëndat me avashlik. Një nga tava dhe gatimet më të shëndetshme kur bëhet fjalë për gatime me peshk. Zgjidhni peshk të vegjël. Peshk të vegjël. Këtyre sardelet ju hahet edhe shtylla kurizore, se ka shumë kalcium. Do t'i pozicionoj të gjitha këto çfarë kam këtu. Kjo është fiksa ajo receta që na ofron që ta ngjojmë tavën. Sepse lëshojnë ato aromën dhe shihen edhe sardelet. Lëngu i domateve, salca po ashtu, ndaj na jep një recetë mesdhetare të shijshme. Ndërkohë që ne vazhdojmë me recetën tjetër, linja ose vazhdimi i bisedës do t'jetë me ju, me shikuesit tanë, me zonja që po na ndjekin. Thelpi hudhre këtu. I vendos edhe një thelpi hudhër dhe degët e trumzës. Kështu që numrin e keni në ekran, bisedojmë së bashku si e keni nisur ju vitin dhe çfarë jeni duke përgatitur të ditë sot, sidomos në tryezat tuaja. Keni nisur me salata, me supra, me gatime më të lehta. Por, ka më shumë shije? Kur është pomodor, i vjen me ëmbël. Shpesh ka më pak aciditet kur është dhe me pomodor? Po, edhe nuk ndjeni atë shijen si kauçuk. Kjo është tava e përfunduar përpara se të vendoset në furrë, së bashku do t'i lexojmë edhe një herë produktet që përgatitëm për këtë tavë. Pra tavë me sardele dhe domate në furrë. 500 gram sardele, një qep mesatare, 2 thelpinj hudhër, një lugë salcë domatesh koncentrat, 4-5 lugë ujë, një lugë rigon, disa deg trumzë, majdanoz, cilën ja hedhim më pas majdanozin, domatet në feta ose pomodor, vaj ulliri, krip, piper i zi. Tava do të vendoset tani në furrë, në një furrë të parangrohur, dhe e quajmë të përfunduar. Ja kemi bërë rizmetin në maksimum. Nuk ka nevojë shumë, ka shumë pak nevojë për... Po, dihet, peshku shumë pak minuta. Direkt në shumë dashuri,
dhe është gati, po ashtu edhe pomodorët, sa ato të fillojnë të rrudhen. E vendosim në ajër dhe gati për fluturim. Dhe presim që gati për fluturim.